ke dashuri për persona do se do të ke dashuri për atë. Thjesht e shikon me syrin që e vërtet, po kur e nuk të trafton sepse ndjeti plotësuar. Po, bravo. Si fizikisht, si emocionalisht. Po qëndron ai që thotë Biçi që shumica për shembull ke njerëz që martohen, hajt se duhet me u martu. Edhe një gocë familjare. Pastaj kalojmë tek ajo që tha Krusida. Edhe në momentin që dikush thotë nuk krijoj lidhje serioze, se s'është momenti, du me shiu. Puna është që shio, po fillon krijon ca pasiguri, një pikë terrët që nuk e njihje. Edhe kjo shkakton shumë pengesë në të ardhmen tate, duke pas pasiguri për partnerin që ti do kesh. Vetë ti u menon ti keq për atë, edhe mund të veprosh edhe keq për veten tate. Që thu pse mos e bëj unë, mbi fjala kur mund të ma bëj kjo. Që mund ta mendoj shumë njerëz. Jo se jam dakord, ë? Edhe është dopamin prej trunit, çunat, for example, si kam provu shumë, sidomos për çunat, unë për gocat nuk është që ka thënë 2 lidhje, 3 lidhje, e kupton normalisht me gocat, ta çunat, for example, e pyes me sa ke Sa ke për... Aha, e kupton toni numër, edhe kjo është dopamine from the brain. Që kaq lart ti ke tani, është shumë vështirë ti për me qenë sigurt me një femër ose e lumtur me një femër se nuk ta plotson më ajo se ti shumë ke kalu. Shiko varet. Varet, po normalisht, po edhe kjo është pak danger zone. Unë nuk jam dakord. Është rrezikshme si që. Sepse me eksperiencë po, eksperjenca nuk do e rrisësh ti e para, edhe mund të ketë një adoleshencë të vonuar e dyta, që mund të jetë problemi më i madh për lidhje, edhe nuk do ti të menaxhoj marrëdhënien me femër, qofse i mashull s'ka eksperjenca. Po, jo. Automatikisht lidhja është shkatruar. Unë mendoj që ashtu edhe për gocat me të. Edhe me marr shumë Don Juan. Normal është problem, se ujkuqime në ndaron po... Bravo, zakonin, po. Me marrë ti Don Juan, mos priti që të rria i ty suf, se ti e di që ke marrë, edhe ti e do atë që ke marrë, edhe ti e di si është ai. Ka shumë femra që e kanë dëgjuar që partnerëve t'i ka tradhtuar gjithë dhe vazhdojnë, nuk e di, domethënë, ato nuk do ndryshojnë kur, edhe se thonë më fal, nuk e bëj më. Është obsesion pra? Po, nuk kalon, sipas me, edhe unë njës. Është obsesion, ajo e do në fund dhe atë loj adrenaline, e do atë loj stres, atë loj dashurie toksike, ajo e do. A flasim për realitetin këtë burët, for example, që kanë shumë lekë dhe shumë gjërat normalisht, të trajtojnë edhe burët që s'kanë as well, po këto që kanë lekë, e shef telefonin, ajo e kthen telefonin. Mrapsht, si kur nuk e kam pa, e kanë edhe këtë pjesët e që nuk din bëjnë asgjë me jetën e vetë. Po pra, bazohen të një varen nga një mashkull edhe nuk janë independente. Tek burri. Do më thënë, aji e ka ndorë jetën asajt. Sepse tu e ka fajnë ajo që ka qenë e pa. Ajo nuk është dashuria. Jetën e saj, po pra, po tu e ka fajnë prap femra. Se është ajo që ka gjithë zgjidhjen më të shkurtër, të ofrohet tek një mashkull që ai ofron gjithçka. Edhe në këtë rast është i femër që ajo nuk ka investuar kur ke vetja. Sepse bashkëpunimi i investon ke vetja dhe di vlerën vetes, nuk e lën që të shfrytëzojë. Tema të ndjeshme janë. E di, po nuk e di, vështirë, mos na raft për pjesë. Mos në raft për pjesë. Që mami im ka pojtë. Mos në raft për pjesë. T'ja bëj një pyetje. Unë prapë vazhdoj të ishte gjithme shme të rrëpojtë. T'ja bëj një pyetje këtë. Po. Qa është dashuria për juve? Të vendosësh atë tjerë për para vete. Matejo një herë, Se po hajde. pyet Mali, sepse Mali nuk ka dashuruar kurrë. Seriozisht, nuk e qenë kurrë i dashuruar? Jo. A ke pas një lidhje? S'kam qenë kurrë i dashuruar, tash pja bëj pyetje juve. Po si ke pas i ka thënë gjitha. Ka çdo të shpreh ai. Nuk kam qenë kurrë dashuruar. Lidhje sigurisht ka pasur se lidhje ka pas, por nuk ka. Sa pjopës juve? Tash të di. Pjopës juve. Jo, si ke qenë dashuruar, ke me ditë që je dashuruar. Ti mund të rreshtoj 2 muaj me dikë dhe ti Dy javë, ka je marrëzisht i dashuruar. Edhe të vazhdosh 3 vite me dikë edhe nuk e ndjen fare. Hajde, Mateo, ti. Ja, unë njerë jo bona pyetjen juve, tani është përgjigja pyetjet e juve. Unë nuk i përgjigjem dot kësaj pyetje. E po. S'ke qenë Ina, kurrë. çfarë është dashuria për ty? Jo, kam qenë. Tani, thuhet që të dashurosh është të vendosësh atë tjetrin përpara vetes tënde. Po. Kjo është dashuria në fe. Unë si njeri jam pak sa njeri egoist, pra gjithmonë jam mësuar të vendos veten time gjithmonë përpara të tjerëve. Para se me vazhdo vetëm me thonë, s'ka gabim ose jo gabim të kjo pyetje Se secili është personale. Si e dashuria nuk është. Prandaj e pyeta se gjithkush mund të pozojë. Tash unë pak si natyrë jam pak sa natyrë egoiste. Edhe shumë e vështirë që unë të vendos njëri tjetër para vetes time. Por po kam pasur ndjenja për dikën time që e kam dashur ai sa veten, por jo më shumë se veten. Deri më sot nuk kam dashur asnjëri më shumë se veten time.
Nuk e di nëse duhet të krenohem me këtë gjë. Nuk e di nëse do ndryshoj një ditë, por më shumë se vetëm nuk kam dashur njëri. So çfarë është dashuria pra? Nuk e di, pra këtë gjëjini ju. Okay. Unë kam dashur dikë sa veten time, por jo më shumë se vetë. Okej. Sipas meje, dashuria është plotësim zemre, shpirti, do me thonë duhet